Skënderbeu po punon me kapacitet të plot në prag të sfidës së javës së 19 të kategorisë superiore kundër Flamurtarit në Korçë. Skuadra juglindore zbriti në ambientet sportive të kompleksit tropikal në urdhrat e trajnerit Ilir Daja, që vazhdon të pres dhurata nga merkatoja e dimrit për të forcuar kështu sa më shumë grupin aktual. Me ekipin nuk janë bashkuar ende dy nigerianët Charles dhe Barney Eko. Ata aktualisht ndodhen në Turqi në pritje të vizave për të bashkuar sa më shpejt me Skënderbeun, pasi morën dritën jeshile nga trajneri kryeqytetas gjatë fazës përgatitore në Antalya. Në një intervistë për mikrofonin e Super Sport, Daja u ndal fillimisht te sfida delikate kundër skuadrës blonjate këtë fundjavë, duke bërë edhe një përmbledhje të punës së bërë prej tij në këtë javë në krye të Skënderbeut. Janë bërë dy ndeshje të dy fazave të fazës parë dhe fazës dytë. Një ndeshje është fituar, një ndeshje është humbur. Besoj që kemi një kundërshtar shumë vështirë përpara. Gjithë përqendrimi është tek Flamurtari, në mënyrë që të prezantojmë sa më mirë para publikut tonë. Deri tani, për kohën që kemi pas në dispozicion, jam shumë i kënaqur. Shpresojmë që deri në përfundim të merkatos të kemi në dispozicion edhe një sulmues tjetër për të rritur forcën goditëse përpara portës. Por ashtu siç dihet, edhe grupi që është i Skënderbeut është një grup që ka brenda individ shumë të mirë, edhe pse jo dhe fitues. Në vijim, Daja thekson se James do të vazhdojë të jetë pjesë e ekipit kampion të paktën deri në merkaton e verës, ndërsa shton se nuk ka marrë ende një vendim për largimin e lojtarëve të mundshëm të grupit aktual, pavarësisht emrave të shumë të lakuar ditët e fundit në media. Për Dajën, Rumuni Predescu do të jetë një forcë e shtuar, ndërsa intervistën e tij ai e mbyll me optimizëm. Besoj që i kemi të gjitha mundësitë, ajo që do kërkojmë do jetë vazhdimësia, por duke nisur që nga ndeshja e parë me Flamurtarin.